أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falëndrimi tek Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allahu shpërblet Allahun asritin dhe babën e vet Selverin e vllazit e vet dhe krejt që e kanë organizuar këtë darkë. Inshallah Allah subhanahu wa taala ja pranon haxhin asritit edhe kthehet pe haxhit me gjuna të falur ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah e shpërblet familjarët e asritit që janë prezente, shokët e vet të njerëzit me të cilët asriti punon, edhe vllazit musliman tjerë që kanë ardhur prej vendeve të ndryshme, në veçanti hoxhallar hoxha Valan Hoxha Shoq që ka ardhur prej Skënderajit, Mitrovicës edhe Afuzi që ka ardhur prej Shqipërisë. Allah subhanahu wa taala i shpërblet të gjithë. Ka thënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa adhin fi an-nasi yatuka bil hajj", thirrë njerëzit se kanë me të ardhur në haxh. Edhe kanë me ardhur prej vendeve yatuka min kulli dhamir, vinë prej vendeve më të larta. Yatuka min kulli fajjin amiq, kanë me ardhur prej vendeve më të thella. Ka në ardhur disa transmetime të Bani Israilëve, për cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Hadithu wala haraj", tregoni ato tregime, s'ka problem. Në transmetim tjetër mos i përgjigjton as mos i vërtetoni ato, kurse dispozita e tyre e përgjithshme është çka ka që përputhet me shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është në rregull të mos shpjegue çka nuk përputhet me shariatin, ligjin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që ka zbritur Allah subhanahu wa taala në Kur'an, nuk duhet me ju qas asajna. Thuhet në transmetimet e Bani Israilëve se kur Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar Ibrahimin alayhi salatu wassalam me ndërtu qabën me Ismailin, edhe ka thënë: "Adhin fi an-nas", quhet thirrë njerëzit. Dhe thuhet se në Mekë s'ka pas asnjë banor, asnjë njeri i gjallë. Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar Ibrahimin alayhi salam që të mëçua edhe më thonë: "O njerëz, hajdeni se e kam marrë qabën, hajdeni me krye haxhin." Edhe Ibrahim alayhi salam nga kurreshtja, jo nga mosbesimi, për shkak se kjo nuk vjen shprehje, sikur se ka ardhur erini kefet tuhil mauta, ka thënë qysh i ringjall vdekurit, për me e forcue besimin e vet. Ibrahimi alayhi salam ka thënë: "O Allah, më thirr njerëz, çish më thirr njerëz, veç më çun me kodë, më thon hajde me haxhin." Dhe thuhet se Allah subhanahu wa taala ka thënë Ibrahimit: "Ti thirrë, ta thirrjen e unë e çoj te njerëzit, edhe ja përsaktoj atë me të cilat u ka përcaktuar Allah." Alhamdulillah që Allah e ka bërë rrezik, inshallah e kryn, shkon edhe kryn edhe kthehesh edhe se të nisesh më shkue, mos e merr më kurrë tjetër përveç me obligimin që e kije, harroje krejt që ki babe, nonë, fëmijë, kurrë se përqendrohen vetëm në çet ibadet. Ato janë vetëm disa ditë në të cilat e kryen një prej kushteve të Islamit, ndoshta më kurrë sta bjen ymri më shkue dhe nuk është më detyrë më shkue, do të thonë se kohë specifike e veçantë, shumë e rëndësishme. Këshilla personale është merr veç me ibadet, mos u merr me kurrë gjë, mos u merr kështu na aty se drejtë edhe që funksionon, nuk është drejtë në tjetër veç këtu, edhe që shtim me bogibet që unë kur më shkon haxh në Arafat, kur shkova te shtatori thanë që janë shqiptar, që shkushi këtu të gjumë me vlot. Ai të bëj more këtu në vjet me për ta, vallahi, për ta më kyeta më gjëduar. Tjerë kushdo që nuk ka shkuar, lutet me Allah subhanahu wa taala që më ia mësuar me shkuar në haxh. Allah subhanahu wa taala inshallah ju mëson edhe aty që s'e kam.